Disa popull edhe në jetën e këta po bojnë hajgare në një vit. I marrin ka 3.000 rrugë, a nuk punojnë për shtetë. Ta qeverin po hinë me vetëvendosje. Albini është i aftë, se ne ka rritë benzinë edhe shtesat të fëmijëve ne kanë tonë. Janë të respektu shumë. Rri ma shumë. Po rinia janë të mirë, po këta matë më qëmë i flagerat krejt. Pse po thu? Edhe në qeveri ja po hanën me veti e këto partit, se dënë unë tjetëri, ta qeverin s'po hinë me vetëvendosje. Ko gjë problem. Kush kishe po qef me u thejsht i vendin tonë? Po që tashi Albini vëlla, që Albini është i aftë. Po përja ka një noti. Kush përja ka një noti? Përja ka në partit. Pse për kanë tonë kiti noti? Po kanë qep me hi vetë, me morë pushtetin dorë, e s'po mujnë me më rri. Për që ta. Këto parti tjera mendon që kishin u thejq ma mirë se Albin Kurti? Vallahi, nuk po di ju, nuk janë taftë që Albini. So e koni knoqën tin këto 4 vjetë mandat Albin Kurti? Po njëherë ja konë knoqën për veti, po, se ne ka rritë benzinë edhe shtesat të fëmijëve ne kanë tonë. Ne ka dhonë për Bajramin, ne kanë dhonë 2-3 herë ka 100 euro. Edhe qedhet ka thonë mi paguve. Kjo nuk o mirë, është e mirë. A këto parti nuk përdin që anë mikin e kina në kofe i kanë hapë krasë kur ka që beti kur i bje pullës. Kësha bëha për këtë populli qytetar ku janë, ku dhe që janë, ka 20 rrugë me unalë me ble armatim për ushtri. Dhe me thonë e bën apel që me ndollë ka 20 euro. Po, ka 20 euro me muj kejtë kombi shqiptar, ku e s'fil mërgjem si këtu, e ble armatim. Sa mikin e kena të fort. A mendon që ka me u bo luft prapa? Ha? Mendon që ka me u dhez lufta prapa? Vallahi, rrezik jem. Te ke po vuqiq vetë po pret shoncën edhe Rusja nena. Kosova është me rrezikume në Ballkan. Nëse kish ndodh lufta prapa, kishe nejt a kishe ik prej Kosovës? Jo, për Kosovës kisha ik. Për na njek, s'na les herën e parë. Disa popull edhe në jetën e këta po bojnë hajgare në një vit. I marrin ka 3.000 rrugë, a nuk punojnë për shtetë. Faleminderit. Duhet me punu për shtetë, edhe për rini me punësua krejt. Faleminderit që pritje. Për rinin që po e lojnë vendin tonë, që edhe po dalin jashtë, a mendon që shkakto janë pagat e vogla, nuk po dojnë rinja me punu? Nuk është në pyetje pagat, nuk ka diçka tjetër. Sipas teje, cili është problemi? Problemi është që nuk ka siguri, nuk ka siguri për jetesë. Po, normalisht. Se jo diçka e rrezikshme, po nuk ka siguri për jetë. Nuk ka një të ardhme sigurt. Këto është të pas parasysh se në vendet e jashtme i kitë sigurt edhe fëmijët, kur të rritën e kanë sigurt punën, shëndetin edhe... Punën e ka sigurt, jetën e ka sigurt. A mendon që ka ndodhur? Për një operacion në spital po do të me prit 1 vjet e gjysh 2 vjet. Pas fate njerëz ose parë me pagu. A ke pas që je rastis me kësi raste që je duf me prit kohët gatë për me u kontrolu ose me një kontrolu? Po, di ato. Ato janë evidente. Mundi me shku me pyet vetë drejt për drejt në QKUK, te ato motrat kujdestarë që janë, ato ja u tregojnë detajisht situatë. A mendon që duhet edhe me u riparu, po tham, edhe mjekësia? Duhet, po duhet kohë. Duhet kohë? Duhet kohë. Se që pas parasysh se shumica e mjekëve që bëjnë shumë të mirë po e lojnë vendin tonë edhe po shkojnë me punu në shtetet e jashtme. Pse? A mendon që i kanë kushtet e sigurimet, gjitha i kanë më të mira se këtu, se prej mastotës e deri sot nuk ka perspektivë, nuk ka shejat përmirësimit diçka. Nuk ka, a mendon që ka me arna i përmirësim për i kësaj qeverie? Pritet mas 100 vjetë. Mas 100 vjetë? Asnjë parti nuk i kënaqur me asnjë parti deri sot. Po muj shumë me zgjidh më të mirin për më të këqive. Do të thonë asnjë që ka diçka që më thon. Po jo, se këto e ke mentalitetin që
asnjë s'është i mirë për neve. A mendon që ka me punu dikush si Rugova, Ibrahim Rugova, punën që e ka buaj? Për momentin e kemi, po s'pedojmë. Kush është ai? Është kryeministri. Kryeministri. Pse Në bashkëpunim me presidentën. Me presidentën, normalisht. A pse shumica qytetarëve janë të e shajt, jo nuk ka punu mirë, jo punën e ka bu vetëm veri, nuk ka bu Se kanë interesat prej opozitës. Prej opozitës. A mendon që ka me fitu edhe këtë mandat? A i duhet edhe një mandat me fitu ai që me tregu veten edhe me mbajt premtimet që i ka je? Është mos e sigurt. Edhe këtë mandat po mendon që ka me fitu? Padyshim. Padyshim. Do të thonë ti koke me zemrën e me shpirt me Albini. Jo me zemrën e me shpirt, po për situatën që është të mundu në djali. Nuk ka vrejtje. S'po mundet kërkush me thonë i kapën me korrupsion, me diçka të keqe. Pse mos më dhon edhe një shansë me vazhdu mandatin e dytë. A mendon që gjatë fjalimit në pej që e pat nuk foli pak drejt për familjen Devulli, që foli pak për të kalumen, për babën e tyre të ndjerë që është ende me bicikletë? Nuk e kom ndëgju, po gabime mund bëjnë çdo njani. Gabimet janë për njerëz? Gabimet janë për njerëz, po janë dhe gabimet që nuk falen. Ko me ta falë aty kur i jep 8200 hektar në shtetit fshin. Qashtu, po të kuptoj që do me thonë. Ko mundesh ko mu jone ty me të përkra kur në dhomën e dëshmive hupin dokumentacioni, hupin në stacion të policisë, hup ari, hup droga, nuk jep përzesi kërkosh. S'ka dhonë përzesi desat. Qashtu, do me thonë, ala ligji nuk funksionon si duhet, që me thonë që kjo është... Ligjet i kina shumë të mira për fukaron. Po, për atë ligun gjithë ka ligj. Po, të kuptaj. Po, për të fortin jo. Për të fortin jo, normalisht se edhe shumica e partive ju kanë vërsul kryeministrit për punën që e ka po dhe i sot. Sa i përket partive të mahershme, pe anashkallojmë të kryeministrin sot që a ka punu na i një mirë dhe i sot. Po ka zënë rezultatet. Pse rinia për i gabime 4 vjetë e sot po ikun, këto jenë pasoje 20 vjetë qarit, nuk jenë pasoje 4 vjetë qarit. Na të falendrojmë shumë i ndërru që ndove kume neve, pa që Kaloni mirë, suksese. Përshëndetje, apo më të regon sa i knaqën me qeverinë sot, do është të punu mirë dhe drejt? Përshëndetje, po mendoj se qeveria është të punu me në mundësive, është të punu mirë, edhe pse pesha që ka shumë kritik, ndaj tina, po mundësit do të po qka është reale dhe qka së është reale. Kritikat që po i mera janë me drejt, apo vetëm? Po, kritikat sa i përket verit janë shumë gabim, mendoj unë ashtu, sepse nuk janë korrekt ndaj tina. Çdo e fliti se nuk ka bo asgjë, por realiteti po shihet, ndërsa për punë tjera, ndoshta ka pak më në kësi, rreth rritjes pagave, sidomos tash për pensionerët diçka tjetër. Mirë po, ndoshta nuk ka mundësi, denaj më mirë se si është realiteti. Me arrit pensionin 20 euro pensionistave, a mendon që duhet për me i rrit pak më shumë për ta? Po, mendoj se po, është kënë pak më shumë, sepse me të vërtet inflacioni ka bot vetën, që pensionet me 20 euro është pak. Mirë po, unë nuk jam aty prezent me po se qëfar mundet me boj më shumë ose qëfar s'mundet me bo, sepse ajo është njëri kompetent për ato. Dhe nuk ka mundësi me sigurit i bëj ato rritit më të mdoja, por duhet pajtohemi me ato që na mundëson. Jo për mu, po sigurisht për ata që kanë nevojë për pensiona ose diçka tjetër. E tash që ka më vap mandati, a mendon që ka me fitu apet kryeministri? Po, mendoj se bënd shumë ka me fitu. Populli është duke po punën e tina çfarë është duke po, edhe pse prap po them janë kritik shumë opozita edhe i thartë e tyne, mirë po mendoj se do të fitoj shumë, edhe një kisha pas më shtu që Albini, përderisa Albini qëndron mirë me familjen Jashari, mendoj se është shumë me drejtë dhe shumë në rregull, edhe nuk them se jam ndonjë patriot i madh ose i vogël, po derisa ai qëndron mirë me familjen Jashari, jo vetëm ai, po kushdo qoftë, kushdo që është në krye të qeverisë, apo në pushtet, apo kryetar, apo çka do qoftë,
Unë do të përkroj dhe do të jam gjithmonë në ta. Parti tjera mendon që nuk kanë qenë për krah familjes jashtëore. Nuk mund të them që s'kanë qenë të mirë, sepse e din ata dhe ma mirë se one, pse nuk kanë qenë shumë të mirë. Kur dihet për korupcione, dihet për shumë sane tjera, mirë po për me qenë i mirë, nëse je mirë me familjen jashtëore, mendoj se çdo gjë do të shkojë mirë dhe do të ecë ashtu siç e vlerësojnë ata. Nëse humbet mandatin kryeministri, a mendon që ka me u bë me Kosovën? Kush mendon që ka me fitu sipas teje? Nuk dyshoj as pak. Nuk dyshon as pak? Nuk dyshoj as pak. Besoj që e ki bindjen e plotë që shumë bile me një rezultat shumë të bën shumë më të mirë, do të fitojmë sipas mendimit tim bile 60% ka me pas. E nëse dështon? Nuk dështon. Po hajtë që po jap një farë vlerësime, nëse dështon, unë nuk pres asgjë pi tjera. Pi tjerës pra. Nuk pres asgjë pi tjera, mundet me shku që shtu zhak, çdo korupcion sane, edhe shumë njerëz mendojnë se one që me parti tjera nuk do të ecin përpara. Sepse vetë kontributi i tyne, lidhja e ofert e tyre me Radojqiqin, neve na bën që të shgënjemi me ta. Ajo është pika më e fortë që ne jemi zhgënjim që ata janë kon të lidhen shumë gosht me Radojqiqin, edhe shumë tjerë se, dhe korupcione shumë tjera mos t'i përmend. Faleminderit shumë që ndave ku me neve. Falenderoj shumë. Kalofshi.